أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمد dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala krijuesit të gjithësisë salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, vazhdojna me thonjët e Imam Samarkandiut radiallahu anhu, I cili në këto thonjët e tij tregon për shenjat të cilat tregojnë se besimtari me të vërtetë I ka frikë Allah subhanahu wa ta'ala. E javën e kaluar e përmendëm thonjën e tij ku thot frika në zemër është të nxjerrësh prej saj armiqsinë dhe urrëqen kundër muslimanëve dhe të fusësh në të këshillën dhe butësinë ndaj tyre. Dhe tham për me ditë se njeriu si do t'i ketë frikë Allah subhanahu wa ta'ala me zemrën e tij, pikë së pari do ta dinë se cilat janë obligimet e zemrës dhe cilat janë gjunohet e zemrës. Kështu që ta pastron zemrën e tij nga ato gjunohe, nga ato cilësi veti të këqija të cilët nuk I don Allah subhanahu wa ta'ala, dhe të mbushë zemrën e tij me dashurinë për Allahun, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e pejgamberit, për njerëzit e mirë, për Kur'anin, për Islamin, domethënë çdo cilësi veti e mirë me të cilën na ka porositur Allah në Kur'an, ta mbush me zemrën me të. E kur të mbushet zemra me këto cilësi, me këto veti të mira, atëherë njeriu arrit gradën të I ketë frikë Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse nuk ka frikë nga Allah subhanahu wa ta'ala vetëm mutut nga nata e vorrit, apo mutut nga dita e gjykimit. A nënën tjetër namaz nuk fal, punë të mira nuk ban, gjuhën e lëshon me fjalë të këqija, I ofendon muslimanët, I nënçmon, I përgojon, e lloj punë të këqija ban, tjetër në thot valla e vështirë nata e vorrit, valla vështirë ditën e gjykimit. E për me lehtësu natën e vorrit, për me lehtësu ditën e gjykimit, duhet të përgatitesh prej kësaj bote. E ta pastroj zemrën nga vetitë e këqija dhe ta mbushesh me çka? Me cilësi të mira që na ka porositur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E njëon e kaluam thon prej obligimeve të zemrës është besimi në Allahun dhe gjithçka që ka ardhur nga Allahu. Pra ta besojmë Allahun dhe gjithçka që ka ardhur nga Allahu në Kur'an, kur ta dimë se është në Kur'an, kjo do ta besojmë. Tash e kuptojna, a dina me spjegu ma shumë e diçka tjetër, por kur e din se Allah xhaleshon ka thonë në Kur'an për shembull eqimus salat, falë namazin. Unë duhet me besu se namazin është obligim. E pastaj si falet namazi, çka e prish namazin, këto I mësojnë ngadal. Allah xhaleshon ka thonë për shembull agjëron Ramazanin, ti duhet ta besosh. Allah xhaleshon na ka ndaluar për shembull nga përgojimi, ti duhet të largosh nga përgojimi. Dhe më thonë, e din se kjo është në Kur'an edhe me njëherë unë ndalona, largona nga kjo punë, ose e kryj atë punë që më ka urdhëruar Allahu. Pra të besosh Allah dhe gjithçka që ka ardhur nga Allahu. Dhe tham el imanu bi rasulillah, ta besosh të dërguar në Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe gjithçka që na ka ardhur nga Muhammedi alayhis salam. Dhe më thonë, ka thonë pejgamberi alayhis salam, është vërtetuar se e ka thonë pejgamberi, sepse ka dhe hadithe që janë të shpikura, hadithe të rrejshme, hadithe të dobta. Në realitet nuk është hadith, po I thot hadithi dopt. Pse sa ai I cili e transmeton dikushi, thot ka thonë pejgamberi alayhis salam me një hadith. E ti shka I thot që hadith është I dopt, apo është I shpikur, apo I rrejshëm. Por kur të vërtetohet se hadithi një thonje ka ardhur nga pejgamberi alayhis salam, do ta besojna. Se ka zinxhirin. Nuk kemi na prej atë si thonë disa, po ku pe dini mas 1400 vjet çka ka thonë Muhamedi alayhis salam, e dim. Se ki din, kjo fej, kanë thonë djetar, elhamdulillah, ki din që e ka zinxhirin, e ka senet. Çka do me thonë senet? Do me thonë, unë një qonshë që e thamë, muj me gjithë zinxhirin, se kush e ka thonë para meje, aj para meje, para, deri te pejgamberi alayhis salam. E kanë thonë djetar, si kur mos ishte kish zinxhiri, e senet, të si cilë kish thonë për këtë fej, çka kish dashë, si kish dashë. Si sa I kish folë, çka do për fejnë, edhe as zinxhiri as kur gjë. Ama alhamdulillah ki zinxhiri, kur e thot një hoq, po thojnë thojza, se çdo kush që tash mi thot vetes hoq. Nëse një hoq
i veç pallër si hoxh, e thot një çështje, na e vërtetojnë atë, a është e vërtet prej pejgamberit alayhis salam, prej Kuranit, prej sahabëve, prej gjeneratës parë, apo nuk është, apo ki vetëm ka fol prej mendjes së tij. Është mpiqje dini Allahut. Për këtë duhet ta vërtetojmë çdo sen që e thojnë, çdo sen që e praktikojnë, nga çdo sen që largohemi, se është përgjithësia, është dini Allahut, është shpikje vorrë, është shpikje xheneti e xhehenemi. Nuk kanë shpikje dunjoja, dunjo gabon diçka, një njofsi, një asaj, një dënim e pagunë dhe pështove, apo. Po çka nëse des me një besim të gabuar? A ka më kthim? Nuk ka kthim. Tash Abu Jehli e Faraoni e kanë pagje se çka i ka prit në dunjo, a mos ka kthim? Vona është atëherë. Edhe Allah xhaleshan në Kur'an thot për këtë jo besimtar, thonë ditën e gjykimit kur ta shohin dënimin e Allahut, do thonë o Zot na kthe. Na kthe vetëm një çast, një moment, do të besojna. Allah xhaleshan thot, a janë vetëm një fjalë goje, thot se këto mi kthi prapë bën të njëjtën. Nuk besojnë. Aq shumë se kanë me qafire që besimtar në ditën e gjykimit, thot pejgamberi alayhis salam, lotët i mbarojnë. Pastaj fillojnë me qajt me çka? Me lëtu çka gjak. Thot aq shumë se kam i rrjedh gjakin nga sinjt e tyre, thot sikur më lëshu anit do të lundrojshin anit në për atë gjak. Vonat adin. Qafisha kanë me thonë ditën e gjykimit, o Zot, sikur ta japim këtë pasurinë e dunjos, çka kanë qillën tonë, vetëm të shpëtojmë nga këtë dënim. Allah i thot, shumë më pak se kjo kërku për juve. A kërku të thoni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zoti sa të kërku prej neve me dhona pasurinë e dunjos, çka ka nër tokën, mbi tokën, qiell. Jo, thuj la ilaha illallah do shpëtoj. Çka i tha pejgamberi alayhis salam banorët e Mekës, ku i mbledh krejt ato fisët, ofisi filan, ofisi filan, ofisi filan. Thot, ajo kam rënë dëner, thoj një ti el amin ti e besniku, s'ki rënë kur o Muhammed. Se hala se pas shpall atë që ardh nga Allahu. Do të thonë është shpallja e për këtë të bëj banorët e Mekës. 40 vite nuk ishte pejgamber, do të thonë si patar shpallja, ama ishte el amin besnik, sende të çmueshme që i kishin banorët e Mekës siç ishin te Muhamedi. Ti ruaj, pse sa është besnik, është el amin, nuk i keq përdor ato. E kur ja shpallja hipi me një kodrin të vërtet, o fisi filan, o fisi filan. Nëse ju them diçka, mbesoni, thonë po, ti ke qenë besnik gjithmonë el amin. Thotë çka nëse ju them se mbas saj kodrin sa është një ushtria përgatit do me ju sulmu, thonë besojna. Thotë, tash e pranut me gojën e ju se po mbesoni, se jam besnik, po. Thotë, unë jam i dërguar i Allah. Thuni la ilaha illallah tuflihu. Thuni la ilaha illallah shpëtoni. Thuj la ilaha illallah shpëton. Nuk jam të thonë jepni pasurinë për me shpëtu. Thuni vetëm la ilaha illallah shpëtoni. Pastaj kjo la ilaha illallah çelsi xhenet thasht. A më çdo çelsi ka dhomë të vet. Tash me një çels, am një çel këtë dirt, thon në këtë mahallën, këtë qytetin jo. Secila dire ka dhomë të vet. Ai çels është, ama secila i ka dhomë të vet. Edhe çelsi xhenetit, nëse ka metaforë, la ilaha illallah çelsi xhenetit i ka dhomë të vet, do të thonë ka obligime, ka ndalesa, duhet me kri urdhrat e Allah, duhet me largu prej punëve të këqija, edhe e fiton xhenetin. Pra thuj la ilaha illallah, do të hini në xhenet. Do të shpëtoni. Shikoni, sikur të shikojmë urdhrat e Allahut. Shumica e urdhrat e Allahut janë pa pare. Namazi pa pare, Ramazani pa pare, haxhi është me parë, po s'ki e parë, nuk e ki obligim. Zekati është me parë, po s'ki parë, nuk e jep zekatin. Me urdhëru për të mirë, mi thon filont, falë namazin, mos e pi alkoolin, mos e ban këtë, a kërkon parë jo? Mi shoku, tu pi kafe mund me këshillu. Haj kthejmë ka haramat, alkooli, helëm. Ani varë shka pise, me shku mi pia të shkan shishe ma të vjetra, shka i qilë atë boteshe, i dhënë të shishe ma të vjetra, të pala sa kushin 100, 200, 500, apo. Zinoja, me pare. Kamata, me pare. Këtë këto haramë, shumica haramë janë me pare. E pse njeriu shkon ka jo, edhe ankohet se s'ka pare, edhe shkon këtë ka haramët. A nuk vjen me falë namazin, nuk vjen me mësu islamin, nuk vjen me mësu ashka ta ban të pasër shpirtin dhe zemrën. Se vallahi, kush e ka zemrën e pasër, aja është maj pasër në botë. Çka të vina i miljarderi, çka non stop vetëm këshisi me bo vetë vrasë, mu mbi. Parja nuk është qëllimi kryesor i jetës, se sikur të ishte qëllimi kryesor i jetës, sikur të ishte lumturia më e madhe e jetës parja, miliarderit nuk i shohmi të kësi prej 10 katë. Miliarderit nuk i shohmi të i dalë trenit për para. Sikur që pasuria, lumturia, kulmi lumturisë, nuk do të mbëshin këto miliarderët. Po çka është lumturia e vërtet? Lumturia e zemrës dhe e shpirtit.
kur je I lumtur në shpirt në zemër, në bash ka menduar në dunjë, I kishin thonë një të varfër, një dietar të hershëm I kishin thonë buka apo 1 dinar në atë kohë. Thojnë rrezik, a dhe krizë ekonomike, sikur tash dhe krizë ekonomike, krizë po ekonomike për neve s'është, po është për ato miliardërë, se na për neve gjithmonë. Ai siç kishte thonë një kish I nafti, thotë valla nash hipe, nash në hipe, nash në 500 dinara jetë na. 500 dinara jetë qes. Apo sikur më thonë të zvicën 20 frankë jetë qes. Nash hipe, nash në hipe 20 franka jetë qes. E kishin thonë këti dietar, kishin thonë ka hip buka bon një dinar. Thotë vallahi, thotë sikur një kokër e grunit bëhet 1 dinar, thotë nuk mërzitna. Unë e adhuroj Allahun siç më ka porosit, Allahu më furnizon siç më ka premtuar. Allahu më ka premtuar mua se unë të furnizoj, Allahu më ka porosit me adhuru, unë e adhuroj, ai mu riskën më jasë më ka premtuar për riskën. A hipin senet, a shbon shtrejt, a bin, unë se kam gajle. Pse sa ja kon I bindur në caktimin e Allahut. A kon I bindur se riskën Allahu më jep, edhe unë pa hongër që atë riskën tem nuk vdes. A kur të arrim qëtë grad, atëherë ndimat lumturinë, kënaqësinë e shpirtit dhe zemrës. Ama kur kemi probleme me caktimin e Allahut, kur kemi probleme me riskun, apo vjen, as po vjen, a kam risk, as kam, ku është riski jam, si ta fitoj, atëherë të llovitet jeta jote. Atëherë bëhet për problemi ma nuk ndihesh rahat. E vrat filonin, hidhe rosh me filon, nuk hi me filon, nuk det e filoni, pse? Ma zoni venin e punës, ma mor riskën tem, po sta ka mor riskën tan. Bindu se riskën tan s'ta merr kërkushi. Kjo gotë e ujtë, nëse është riskë jam unë me pi, vallahi, billahi, tallahi, kërkush të në pi që këtë ujtë. Nëse është riskë jam, unë hala nuk e di është riskë jam, va e pi asë pi. A më nëse është riskë jam, kërkush të në pi. Çka tha Imam Shafiu? Tha Imam Shafiu, tha, kur u binda dhe kuptua se riskën tem nuk e ha kërkushi, thot mu rahatu krija. Kur e kuptua se riskën tem nuk e ha kërkushi, u rahatova. Po ai unë dashta me filan punën, po hina I filoni me dallavera, me dredhia, me asaj ma mor riskën tem. Sa ka mor riskën vet? Riskën tan. E ka mor veten. A nëse ka bën dredhia, dallavera që ka hina punën me në çmuti, me të keshti, ai nëse ka me dhon llogaritë e Allahu. Se ka shpif për ti, ha? Ka fol keq për ti. Ai jep llogari për çat. A mos ta ka mor riskën tan? A ka riskë aty? Po mirë bëj që po filoni e vjedhi. Çka thonë besimi ahli sunne wal jamaa, çka thonë na, çka besojnë ahli sunne wal jamaa musliman, besojmë se risku qoftë halal apo qoftë haram është risku jo. Për halalin ki mos problem, për haramin tash me shku me vjet dikon në killë buk. Edhe me hongër risku jo takon, am haram e kije. Ki me dhon llogarin ditën e gjykimit. E mos ki frikë se riskun tas ta merr kërkushi. Je besimtari I qëndrueshëm në dinën e Allahut, je besnik në dinën e Allahut. Mundo të arrish miratimin e Allahut, razinë e Allahut, se arrihet ajo. Ama të arrish razinë e njerëzve, kënaqësinë e njerëzve me dashuri krejt njerëzit është e pamundur. Allahu s'e dojnë këtë krijesë dhe ti do të dojnë krejt. Pejgamberi alayhis salam se kanë dashur ti me dash kreta. Dhe më thonë me arrit kënaqësinë e njerëzve është e pamundur. Me arrit razien, miratimin e Allahut është e mundur. E pse ne njerëzit e kena lënë këtë mundurën e ngajna mas kësaj të pamundurës. Gjithë çishën e mundona me mdash këtë njerëzit, këtë xhamati, këtë shoshnia, ka ta takojna për rrugë me mdash këtë. O, është e pamundur. E po pse filoni këtë pedojnë atë mahallën e vet, këtë njerëz në katunën e vet, këtë pedojnë. Edhe ato të mirët, edhe ato të këqit. Këtë pedojnë. Po ai ka një problem. Dietar thonë nëse me një lagje, me një qytet krejt njerëzit dojnë I miri, I keq, I prishur, ai fasiku, ai jo besimtari, këtë e dojnë. Thotë kjo është diftirsh. Pse se këtë ja bën rrafsh. Këtë limon. Shifët me prishurin atje, ku I habibi, tak, një kafë, një muhabet, thutë se për mashallah. Ku thaj që nëne shon një haxhi, një hoxha apo një dikan, një njeri ndershëm, edhe me ata disa mirë, me krejt aty mundohet mirë pse? Diftirsh. Ja ban këtë rrash. Me këtë bëhet hoxh, me pianicën bëhet pianicë, me drogirash bëhet drogirash, me kret, edhe normal, më thuaj, e dojnë kret. E thënë dietar që është munafik, diftirsh. Se sa është e mundur ti me dashur dhe mirë I kesh, do të thotë I kërkuis për aprish. Ai shkon në xhami, mashallah, Allah I ka bukur. Kiç edhe nuk shkon në xhami, havet çfarë vazhdo jetën ti. Do asnjëon si aprish. E për këtë atje dojnë kret. Pra të arrish kënaqësinë, dashurinë e krejt njerëzve me dashur është e pamundur. Me arrit dashurinë e Allahut është e mundur. E pse le të mundur shkon pas të pamundurës. E ku shkon mas asaj e cila është pamundur, atë ki probleme në krije, në zemër, në bark, tonit barkit, kape nervoza.
nuk zë gjumi, nuk i rahat me familja, nuk i rahat me fëmijët e tu. Pse? Se jetu ngap mas diçka që është e pamundër. Ha ta kapi, i bën 60-70 vjet vdesës unë e kap kur. Dynjon, a më në zëndë lërë dynjon. A zonë u filan dynjon, a i kipa të punuin ka 7-18 saat. A zonë dynjon, jo valla më ka mejtë edhe pak, po të ka mejtë edhe pak. Sigur të shkon që ke mundër me zonë dynjon, dikush pra 2-3 vjetë e ki zonë, s'kish mrejtë në dynjonja. Sigur që jetë dishka dynjonja shka kap, dhe du me thonë ti me kap këtë dynjon, edhe une jam aj buës i kësajna, ato të parë se kishin lënë, e kishin majtë atës, në kishin shlu neve. Po buët është dynjonja është një kalimtare. Për ndërën të ime, ndërën tonë, ndërën të ati, të dikush ma pak, të dikush ma shumë, dhe një ditë krejtë nër tokë. E kur të hina nër tokë, atëherë tokë në thotë, o i birja demi, atë e la dënjohën e dënjohën të ati. Dënjohën e kilo, se sa përnejnë asë i këshmi lo kur, apo? Dënjohën e ale neve, vend dita, hesë, shlinë nër tokë. A më, o ti birja demi, ti që bone gjunohë përmi tokë, në shpinën e tokës, ta është në barkën e tokës, shka po banë? Në ku bojnë atë gjënoja, në të bojnë shpinën e tokës. Thot, pejgamberi alayhis salam, thot, Allah xhaleshani ka dhënë urdhër tokës, se këto bite Ademit me bon çka me bon për me shpinën tonë ti duroj. Se vallahi, mos ti kish dhënë urdhër Allah Teala tokës, çdo moment kur të bash në gjënoja hapet edhe të përbin. Ti a pranon shpinën tonë dikush me boni gjëna? Shem me shku me thiun e bankën, ama në emrin tan shpinën tonë. A pranon këtë? Jo se pranon, që shbëz hoxha në shpinën tonë ti me boni gjënagja. Tash vjen policia më kapin mu, shembull, ha? Edhe toka me boti gjuna shpinën e tokës, ai s'u ne duron. Vallahi s'u ne duron. Sa ju ka bind Allahut. E tash Allah i ka dhënë urdhër dhe ka thonë duroj. Ku të vijë ai momenti, atëherë ti bash ka dosh. E ku të vjen ai momenti idha zulzilatil ardu zilzalaha, kur të dridhet toka me dridhjen e saj. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dhe toka i nxjerr prej barkut saj ato rancia që i ka pas. Njerëz që kanë bën gjunoje, padrejsi, zullum, çka mos. A dit thot, njerëz çka thot? Wa qala al-insanu ma laha, çka ka toka? Çka i boni vakina, zona rahat me ne këtë toka, po. Rahati po flllat, po nxehat, po borshi, këta distinët, çka i ndodhi tash tokës? Jome të hadithu akhbaraha, thot, është dita kur ka ardhur toka mi tregu lajmet e veta. Çka ka bë filoni, çka ka bë filoni, çka ka bë filoni. Ani nëse bojnë të një gjëna të nërë natën, në tërë dikos në shë kërkushi, a dikush që i regjistron ato. Toka është, a dit, i ka zë lajmet e veta, ki filoni shirem, çka ka bë? A ma dit vonë është. A, dit vonë, të kthejna, s'ka këthim mo. A pak të i pate 60 veshti për 5 minuta dhe me bon diçka. Vonë është atëherë. E të përgatit më herët të pastrujmë zemrën, të mbushim me iman, me besim dhe të arrujmë këtë besimin tonë. Se pejgamberi alayhis salam thonë, me mate wa fi qalbihi dharratun min al-imani dakhala al-janna, kush vdes dhe ka sa grinca e atomit iman, zemrën e tij thotë, ai do të jenë në xhennet. Do të thonë fundi i xhennetit. E përpara ka me dhon llogari mu dënu për dëni gjuna, për dëni puna, e diçka tjetër është. Ama fundi është në xhenneti. E nëse s'ki iman, në xhennem për gjithmonë. A mu filonim? Në qëtë filonim s'kemi shkajbojnë. Në Zotin a ka thonë, se s'jam unë a shti njerëzën në xhennet e xhennem. Unë për tregoja shka ka thonë Zoti. Kush vdes pa iman, s'ka xhennet për ta. Kush vdes me iman, tha pejgamberi alayhis salam, ja ibn al-Khattab, o i biri Khattabit, Omar, dilla imroj njerëzit, se nuk hin xhennet për se shpirti, nefsi besimtar. Nëse sa besimtar, po valla ka shumë bamirës. A kom bamirës si ban dobi aja, i ka bon dobin këtë botë, në atë botë s'ka forgjon, nëse se ka besu Allah. Sa i bamirësien që e ka bon, se ka bon për Allah. Se sikur ta kish bon për Allah, e kish besuaj Allah, në erë tonë e kish bon për Allah. Pa se ka besu Allah, nuk e ka bon për Allah, e ka bon për dënjë Allah. Një familjes e Aishës radiallahu anha, dhe që më stasgat më shumë, ka qenë një familjari Aishës radiallahu anha, gruajës pejgamberit alayhis salam. A ka shumë bamirës. A më bamirës nuk ka së që si bamirës. Asë shumë se ka dhonë me dorën e vetë, shërbeturët e vetë kanë shpërnda, asë shumë se ka qenë bamirës, para shpijës ka varë hurma, tomël, naj buk, naj diçka, kalimtar, ku të kalojnë, s'ka shka me hongër, morin ati me hongër. Sot kush e banë, këtë me dalë para shpije? Se banë, bile ku da pak se të fillojnë muftof, se inët na i gjujna, se japë me dikuj, pëse me adhon dikuj tjetër. Në të punon ma dhaj se une, shumë ka qenë bamirës saj. Edhe një ditë prej ditëve Aisha radiallahu anha thot, o pejgamberi Allah, ati filonit, a i ban be dobia e bamirësia,
Sa i ka vdekur para pejgamberit alayhis salam, thot ai ban dobi, thot ajo bamirësia, thot që aq. Thot pse? Thot një ditë nuk ka thonë Rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. O Zot, falmi gabimet ditën e gjykimit. S'ka besuar ditën e gjykimit, s'ka besuar Zotin. Nuk i bojnë dobi. Dhe me thonë ki mejt edhe pa pare, edhe pa sevap, edhe pa kurço. Beso Allahun, ban punë për Allah, jeto për Allah, vdes për Allah, edhe fiton dynjën dhe ahiretin. E për këtë, pra për mi pas frikë Allah subhanahu wa ta'ala me zemrën tënde, do është të mbushë zemrën me iman, me cilësi të mira, të largosh cilësi të këqija, e këshon të arrish për pastaj razien dhe miratimin e Allah subhanahu wa ta'ala. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala na mbush zemrat tona me vepra me cilësi të mira, me frikë ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, me dashuri ndaj Allah, ndaj pejgamberit, ndaj familjes së pejgamberit alayhis salam, ndaj sahabëve, ndaj njerëzve të mirë, ndaj dietarëve, ndaj vepra të mira, se me të vërtetë kush e ka zemrën të mbushur me kësaj veprat me cilësi të mira, ai është njeri i mirë, është njeri i qetë, njeri i sinqert, njeri i drejtë, njeri i butë, i urtë, i ka të gjitha të mirën. E nëse dojmë rahatia është në Islam. Nëse dojnë atë të lovinë botë, siç po ndodh të lovinë tanaon, prej kajt vinë gjithë këto të lovija probleme, sa më larg Islamit, më shumë probleme. Sa më afër Islamit, më pak probleme. Se Islami të zgjidh problemet. Po gjone kam një problem që me gruaj nësë së më zgjedh ai problem. Këta, se Islami të zgjedh, ama dush me mësu pak për Islamin. Mos hajde ta shte kur në xhami, kur nuk mëson për Islam, veç këtë problem të ma zgjedh e Islami. Ta zgjedh edhe atë, por dush të dish për Islamin. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala, në e fale gabimet tona, të na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe ditën e gjykimit, dhe në fund e lusim Allahun kur të dalin prej kësaj bote, të dalin duke thonë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.